Nuk mendoni që mund të ketë rikthyer le të themi ndonjë elektorat gri që mbase mund të votonte edhe për partitë e tjera ose për PS-n? Në të gjitha format. Dhe të kthehet sërish tek vota për Berishën? Mesela e provuan në të gjitha format. Duke marrë një person i cili është privat, i cili mjafton që të lidhësh një kontratë dhe vjen me ty, dhe unë e kam thënë dhe në studio të tjera, nëse unë apo dikush tjetër atij zotërisë La Civita do t'i jepte 1 lek më shumë se Partia Demokratike, me shumë mundësi ai do ishte këtu krameje sot. Dhe e morën dhe e shitën këtë si një person i cili vinte i dërguar i special i Trumpit për të zgjidhur hallet tona. Gjë që s'është e vërtetë dhe pastaj detyruan ta shprehin në forma të ndryshme. Po. Por tani përmendim çdo të huaj që është i përfshirë në një histori apo një tjetër në Shqipëri, por në fund të ditës ata që vendosin janë qytetarë shqiptar. Dhe do ta shohim të gjithë në peshe, vën faktin edhe nëse zoti Berisha mund të jetë nesër kryeministër dhe nuk shkel dot për interesat e shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse ai nesër mund të shkel dhe të jetë një kryeministër normal, si gjithë të tjerë që mund të vizitojnë çështjen e lobimit. Lobimi është një gjë, po e mendoni ju realisht që Partia Socialiste është aq e fuqishme sa mund të ndikojë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit të marrë një vendim se i thot Partia Socialiste? Po. Kjo është diçka që unë nuk e imagjinoj dot. Po mi mos e imagjinoni ju, ta imagjinoj ju. Se nuk po ndodhe kundërta sot. Po, si? Që ta ketë Partia Demokratike për të Angritet pyetje retorike, o zoti Male, angritet një pyetje retorike, atë të një përgjigje për qef? Jo, e di unë përgjigjen që do të thotë. Po, a jeni kokën time? Vazhdo, ma thuaj, vazhdo ta gjën tjerët. Poli dhe të lutem më keshniku. Të zhdukur normale ty që ambasadore amerikane në Republikën e Shqipërisë, ajo që ishte, zonja Kim, të kishte një lloj qasje dashurore, do themun, me eksponentë të ndryshëm të Partisë Socialiste, dilte me skaf me Erion Velien, kërcente valle dyshe me Belinda Ballukun, Rama e thriste domethënë sikur ta kishte motrën e vogël, historia të këtij. Të duket normale ty ajo para arsi vet çfarë lidhje ka kjo me të bërit të non-grata? Apo më pyet në lidhje me lobimin, se sa e fortë apo nuk është e fortë. Ju e keni treguar se sa të fortë keni qenë duke bërë lobim, sa me Tony Blairin, sa në Amerikë me Nezën dhe me Goni Galin. Ne mund ta bëjmë Departamentin e Shtetit që të marrë një vendim apo jo? Ju me Goni Galin e morë sa në tropoje, dhe në Sarandë i bot gjirët të pëtep. Qa si pët më atje? I vetmi i numri 3 i kundër zbulimit Amerikan, arriti dhe u korruptua nga Shqipëria, mo. Po zvotojnë ta, mo votojnë shqiptarët, prandaj ne dalim të problema që nga një shtet që në mediat botërore, deri para shumë kohë, edhe për shkak Partisë Demokratike, edhe për shkakun tuaj, njiheshin për mafjen, për krimin, më në fund dolën të korruptojmë edhe atë që ishte i pakorruptueshmi. Dhe këtë e keni bërë juve, bravo qoftë, unë po të kemi ndalje u ajap juve për këtë rast. Kemi nevojë për ndalje. Okej, Poli? Faleminderit. Tani kjo është një histori sa qesharake, aq edhe ashtu. Nuk është ndonjë çudi e madhe që dhe mund t'i hiqet non-grata Sali Berishës, për arsye strategjike, madhore, tjere. Por, kush është ky Sali Berisha strategjiku, kur Giuliani ish kryebashkiaku i New Yorkut, avokati, miku i ngushtë i Trumpit, nuk i bëri dot Derman Dodikut, që është dhe president dhe është geostrategjik, dhe kontrollon ka një çelës në rajon, stabiliteti, destabiliteti e tjere. Që është dhe pro-rusaj, Dodiku është dhe pro-rusaj. Non-grata e zotit Berisha është bërë si pas ligjit pas kullave binjake, që është një agjensi, është shqyrtuar, është hetuar nga një agjensi speciale, që merret me çështjet strategjike të rrezikut kombëtar e tjerë, dhe është një gjë që fillon nga 92-shi edhe deri këtej, me të gjitha çka kanë mbledhur ambasador dhe miq të PD. Pra, nuk mund të hiqet thjesht me një Twitter apo me një postim. Por nuk diskutohet. Thjesht është çështje gjyqësore apo jo? Është çështje gjyqësore. Dhe pyetja administrative. Prit. Dhe pyetja që i ka bërë gazetari është pyetja, do të thënë, si a mundet, kush janë rrugët, më saktë, që zoti Berisha të vinë në SBA, dhe ai ka hapur ligjin dhe ka treguar për interesa strategjike të rëndësisë kombëtare të SBA-s. Po, aty përmendet administrata Blinken, ë? Është njësoj si ti dërgoj unë një email Ministrisë së Drejtësisë dhe ti them si mund të dal nga burgu vendimi politike të administratës të Blinken. Prit, dhe ai më lexon ligjin
kur ke një vdekje, kur martohesh, 3 ditë, etj. Me një vajtje, etj. Tani, kjo ishte ajo që Fikse leje nga burgu, është